Mirëmëngjesi ju media, faleminderit që keni ardhur sot, mirëmëngjesi gjithë qytetarëve të Kosovës, une me nënën Ruk, me Suzanën, që është gruaja e Shkenzenit, po edhe me motrën Valbonën, e cila ka ardhur prej Gjermanie, votuam në Glogjan. Një pjesë e familjes votojnë në Prishtinë, pra ne e shfrytzuam drejtën me votu, ju bëj thirrje qytetarëve të Kosovës, të gjithëve, ta shfrytëzojnë drejtën e votës, të votojnë, të vendosin për Kosovën e për vitet që vinë. Ky është vendimi i tyre më i madh që mu e marrin, t'i dalim krah Kosovës gjithë. Faleminderit media. Në thonë drejtën, pak edhe puna e një pjesë të familjes që jetojnë këto, ju kom bashku, tash vazhdoj për Prishtinë, edhe me Anitën, Gjini e Hana pashtu votojmë, Anita voton në Ali Sokoli, Gjini e Hana janë Mehmet Xhevar, pra me njëherë vazhdojmë, pak puna nonës e në moshe, ato një kujdes pak. Faleminderit shumë. Edhe vendinja ime këto, me gjithatë. Faleminderit. Kushtërëm që ose nuk e ndonjë pyetje, po e ka linjën të kjo në studio, ishte edhe themi kështu të prononcimi i kreut të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, njëherë që dhe kandidat për kryeministër të Republikës. Pra jemi këtu në fshatin Glogjan, ku aktualisht ndoshta nuk është një numër shumë i madh i qytetarëve, të cilët vetë janë të shfrytzuar drejtën e votës, ndonë se kjo për arsye që edhe themi kështu kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës vetë se shfrytëzoi drejtën e tij të votës, edhe padyshim që ka edhe qytetarë tjerë të cilët vetë se janë pjesëmarrës, mirë po që jo ndonjë që aktualisht ta marrim në prononcim, mirë po sapo që të kemi qytetarë në këtë shkollë, padyshim që do të lidhemi edhe një herë në një lidhje tjetër direkte për të marrë edhe opinionin e tyre, padyshim edhe për gjithë procesin zgjedhor që sot është në këtë zgjedhje të jashtëzakonshme për zgjedhjen e kryeministrit të Republikës së Kosovës.